Mirë se erdhët të dashur shqiptar në Letrat Rrëfejnë. Jam Diana, do bëj leximin e juaj të radhës për javën që po vjen, që është i fokusuar vetëm në javën që po vjen, që nuk do thot patjetër vetëm që do të thot energjia është vetëm për javën, por që jemi fokusuar për të ardhmen e juaj, vetëm ajo. Letrat që kemi para janë faqe e kupës, tre të kupës, njeri i varur, asi i shkopive, djalli dhe mbreti i shkopive. Shqiptari këtë javë fillon shumë më lehtë emocionalisht se që ka qenë kohët e fundit. Faqe e kupës dhe tre të kupës, letrat, tregojnë që të shikonin kështu më mirë, ashtu, tregojnë për ftesa, takime, flirt, lajme ose rikthim kontakti me dikë. Ka energji sociale këtu. Mund të merrni një mesazh që ju ndryshon humorin ose të kaloni më shumë kohë me njerëz që ju bëjnë të ndiheni mirë pas një periudhe më të rëndë. Kjo javë ju kujton që ende dini të qeshni dhe të ndiheni gjallë. Njeriu i varur, të dashur, tregon që një situatë në jetën e juaj nuk po ecën apo ende nuk po ecën siç do të donit ju. Dikush mund t'ju pëlqejë, por gjërat ecin ngadalë, ose ju vetë po prisni një përgjigje, vendim apo lëvizje që po zvaritet. Është e varur, e shikoni? Kjo letër tregon pezullim, por jo fund. Thjesht universi po ju detyron të ndaleni pak dhe të shihni situatën nga një kënd tjetër. Ndonjëherë ju si shigjetar doni gjithçka. Tani, me njëherë, dhe kur gjërat ecin ngadalë ju kap nervoza sikur prisni internetin të lidhet në 2007. Kujdes. Më ngadalë dhe jo me njëherë. Kam dështrimin e juaj pak të tërhiqeni pak dhe të shikoni gjërat pak më ndryshe se që shikoni zakonisht. Asi i shkopive e ndryshon energjin komplet, prandaj po them prisni shigjetar, prisni. Këtu hyn pasioni, motivimi dhe një fillim i ri. Mund të filloni diçka që ju ndez përsëri energjin, një njohje, një projekt, një ide, një punë ose thjesht një vendim për të mos qëndruar më në vend. Kjo letër tregon zjarr, të dashur. Dhe juve ju duhet pikërisht kjo ndjenjë këtë javë të ndiheni përsëri të motivuar. Kujdes, të dashur shigjetarë, nga djalli. Kjo letër nuk është gjithmonë diçka e keqe, por tregon tundime, fiksime dhe situata që ju tërheqin fort edhe kur e dini që nuk ju bëjnë mirë. Mund të ketë shumë kimi me dikë, por është dhe shumë e komplikuar. Ose mund të riktheheni të një zakon, një person ose një situatë që mendoni që e kishit lënë pas. Është ajo energjia që e di që s'duhet, për hajt edhe një herë. Në këtë kuptim, keni kujdes. Dhe këtu hyn mbreti i shkopive që e mbyll leximin shumë fort, të dashur. Në fund të javës ju riktheheni tek vetja, mbeni kontrollin, nuk dukeni më si personi që pret çfarë do bëjnë të tjerët, por si dikush që vendos për drejtimin e vet, pra. Kjo letër tregon vetbesim, vendim dhe shumë energji për të ecur përpara. Për disa prej jush, një mashkull me energji të fortë mund të luaj një rol të rëndësishëm këtë javë. Për të tjerë është vetë energjia juaj që po bëhet më dominante dhe më e qartë. Këshillën që mund t'ju jap të dashur shigjetar për këtë javë është mos ngatroni pasionin me stabilitetin. Jo çdo gjë që ju ndez fort, ju bën dhe mirë. Disa dyer duken shumë tërheqëse, derisa kujton pse i mbylle herën e parë. Pse i mbylle herën e parë? Kjo është përgjigje, të dashur shigjetar.